faleminderit shumë që po e ndiqni këtë takim në Shkup. Është takimi i 4 i planit të rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Ky takim është dashur që të mbahet në muajin mars, për shkak të tragjedisë në Koçanit të Velesit. Në që rast unë shfrytëzoj rastin që edhe një herë të shpreh ngushëllimet e sinqerta familjeve të viktimave. Me këtë rast ne kemi pasur një darkë paraprake në brëm, ku kemi diskutuar për planin e rritjes, por për mua çdo herë kënaqësi që të vi në Shkup, sidomos tash që kemi pikat e përbashkëta të kontrollit, edhe Hantë Elezit Blac, e cila me 12 prill u funksionalizua, edhe ajo në Globoqic Jashic, e cila me 28 maj si vjet u funksionalizua. Të gjitha këto janë rezultat i marrëveshjeve të përbashkëta që i kemi bërë me qeverinë Mickoski me datën 18 nëntor të vitit të kaluar në Prishtinë në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive tonë. Është gjithmonë kënaqësi të vi në Shkup, në këtë vend i cili është kryeqytet i një vendi antar i NATO-s, por gjithashtu edhe i një vendi që bashkërisht me të gjithë shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor aspiron të antarësohet në bashkimin. Faleminderit shumë.